Pra vlerën përkundër procesit në Vjenë edhe vendosjes së kulturave të shtetësisë, mos me paqen këmbgulësia dhe konkretizimi amerikan, ndoshta edhe pavarësia kishte mujt më ushty. Ose i shty për vitet tona, çka po di unë, edhe e kishin marrë, ishin kujdes, shiko, gjithmonë e kanë marrë. Amerikanët çdo administratë, si e Bushit plak, si e Clintonit, si e Bushit 3, kur e kanë marrë vendimin, se derisa të mirët vendimi, ka proces të konsultimeve intenzive, ka dilema, po kur të mirët vendimi një herë, atë shko deri në fund. Në rastin e Kosovës, bile Kosova ka shërbyer si pretekst, sepse administrata e parë e presidentit Bush 3 ka pas probleme me Evropën për shkak të luftës në Irak. Kujtohet, ka qenë atmosferë kogja e ftoftë. Edhe ai ka ardhur në shkurt të vitit 2005, presidenti Bush në Bruxelles dhe i ka shërë disa tema dhe ka thënë shiko, për temën e Kosovës besoj që jemi të njëjtit mendim. Ata kanë thënë, cili është propozimi juaj? Shteti i pavarur, kanë po. Një prej temave ku ka pa që mund të bashkëpunojnë Amerika dhe Evropa ka qenë statusi i Kosovës. Por pa amerikanët, pa ambasadorin Wisner duhet më përmend që ka qenë emisaar special i administratës së Bushit të riut, nuk do të mbrenim kurrë aty sepse ata kanë qenë vendimtar edhe në shtyrjen e proceseve të rëndësishme të cilat ne nuk i kemi ditë atëherë. Ta zonë emënimin e Ahtisarit për emisaar special. Mos kishin qenë amerikanët, deri diku anglezët do ta emnonin dikon tjetër, edhe kush di si do të sillej puna, sepse unë mendoj që një emision të veçantë e tij duhet ja kushtojë presidentit Ahtisari. Meritat e tij janë të jashtëzakonshme. Pashmungshme që Kosova është bërë shteti i pavarur. Ndërsa ne e përmendim tek këtu një rrugë në Kosovë, në një rrugë Prishtinë nuk e ka emrin e Ahtisarit, do thotë. Sepse ai ka kuptuar prej 99-s, mos harrojmë se 99-ën ai ka dërguar ultimatumet Miloševićit për intervenimin në ushtarak të NATO-s atëherë. Ahtisari edhe Çernomyrdini, se dy emisar special. Çernomyrdini është kryeminist i Rusisë. Edhe tash mos kesh qenë edhe Ahtisari, pra ai ekip që është i krijuar nuk di si do të ecin proceset. Ne kemi pas lëvizje, lëkundje, rënje, ngritje si ekipi i unitetit, po gjithmonë e kemi pas fjalën e fundit amerikan. Një epizod që ndoshta ja vlen të përmendim kur Damfridi ka qenë asistent sekretari i shtetit amerikan, pas fjalës së Bushit në Tiranë, vjen në Prishtinë, korrekt 2007-s, ne kemi dilema çka të bëjmë, ata shpallin pavarësinë ajo edhe pse Bushi e tha qartë që mos keni merak se herët avon do të bëni shtet. Po Damfridi i thot ekipit unitetit, ne ta kemi intern, ta kemi faktikisht thuajse sekretot, apo doni me shpall nesër pavarësinë. Unë jam këtu. Mund ta bëni, por vetëm 3 shtete do t'ju njohin. Amerika, Turqia dhe Shqipëria. Ideja është që t'ju njohin shumë atë për shtete. Sa për ne, sa për Amerikë, shiko çfarë porosie deri. Korrekt të 2007, sa për ne nesër shpallni ne ju njohim si Amerikë. Po është ideja më njohur edhe Anglia, Gjermania, Austria, Italia, gjithë edhe shumë shtete tjera jashtë Evropës, apo është ideja që mund me 3 shtete? Ne thamë jo është ideja që më na njohët sa më shumë shtete. Pra sheh dhe ku ka shku zëtimi amerikan. E të mos flas edhe për raportet bilaterale. Çdo bisedë që kemi pas gjatë periudhës së Vjenës me Wisnerin, me gjithë zyrtarët amerikanë, me Condoleezza Rice në Washington, gjithmonë është përmend raporti bilateral Kosovë-Amerikë. Kjo është pjesë që ka të bëjë me segmentin multilateral, statusi juaj, po raportet Kosovë-Amerikë shkojnë përtej marrëdhënieve që kanë të bëjnë me statusin e Kosovës. Pastaj edhe pas shpalljes pavarësisë, krejt fushata diplomatike për njohjen e Kosovës ka qenë koordinuar mbas edhe udhëheqësne prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sepse edhe mos të harrojmë edhe fakt. Ata e kanë paraplanifikuar. Po Amerika 2008-s ka qenë shumë e fuqishme në aspektin e soft power, si e thuat. Hegemonisë sa Amerika sot me tash duhet të hodhë kur i ka thirrën telefon një ambasador amerikan në një shtet të pasurit, ka qenë unilaterale o kombota. Ka qenë do të edhe normalisht ka qenë një koncesion amerikan, po ma bëni një të mirë, po e njëjti Kosovën na do t'ja bëjmë një të mirë. Pastaj, pra ka qenë një shtet shumë më i fuqishëm. Garant i plot. Me i plot. Ta zonë dhe përformën në bankë botërore, sepse aksionet i kanë shumicën amerikanë. Na kanë thënë prej fillimit ju do të bëheni shumë shpejt antar të IMF-it dhe Bankës Botërore. Ashtu dhe ndodhi. Do të keni shumë shtete që do t'ju njohin. Ashtu dhe ndodhi. We discussed the problems that Kosovo faces, its desire to be recognized by more nations around the world. I pledge that the United States would continue to work with those nations that have not recognized an independent Kosovo to convince them to do so as quickly as possible. Do të provojmë të ushtim në organizatat ndërkombëtare, ashtu dhe ka ndodhur. Edhe normalisht perspektiva juaj është që të bëheni shtet antar i BE-s dhe pakistan. Në episodin e rëndësishëm është edhe kontestimi i shtetësisë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Ka qenë edhe aty ekip amerikan. Po si jo. Edhe në farë vazhdimësie tash edhe me Obamën, no? Po si jo. Si jo, ta shikoni ekspertiza në të drejtën ndërkombëtare, me gjithë respektin që mund ta kem njëri për tjetrin apo për ekspertët kosovar, është këtë diçka tjetër.
është një shkollë. Ka qenë e përgatitur për ty. Për tyre. Do thotë edhe ata kanë fituar landën, mos ta harrojmë, ka qenë kapitale se ne fituam edhe landën juridike ndaj Serbisë. Ne fituam luftën me Serbinë për shkak të Kjo ka qenë shumë e rëndësishme gjë në derë, se përdor për një për një, në aspektin politik, aspektin ekonomik, gjitha fituam, po na vynte edhe fitoria në GND. Mos ishte kjo, mos ishte kontestu pavarësia në GND. Për të thënë subjektivitetin shumë. Jo, edhe na silltas, rënonte subjektivitetin. Domthonë ne fituam, po them, një ekspertizë të jashtëzakonshme që e kanë pas amerikanët edhe anglezët gjithsesi për ne. Po kanë qenë përfshim në proces tamam. Prej fillimit deri në fund edhe po sa që veç mbështetje kështu prej jashtë. Jo, na kanë ndihmuar po them në mënyrë kapitale. Gati që dëshmë është dhe pa precedent. Po është e çuditshme, nganjëherë jemi, mund të them si brez, po them brezi jon, nganjëherë mund të sillim të thosë jemi në ëndër, sepse na kanë ndodhur gjëra që nuk ndodhin asnjë populli. Shikoj, kjo është një mrekulli që na ka ndodhur, po them me meritën, me një sakrificë të jashtëzakonshme të popullit. Po diskutojmë, po ka popull që bën sakrificën, po se marrin mbështetje. Kurdët kanë pas zotimin amerikan që do të bëhen shtet, dhe ata kanë qenë forca toksore në luftë kundër ISIS-it. Forca toksore amerikës. Ku janë sot kurdët? Ne domethënë kemi përfituar gjitha dhe në këtë aspekt po them nganjëherë më duket që është ëndër. Po bën 40 vjet mbështetje e pakursyme e vazhdueshme. Prej që ka filluar në Kongres, Senatit, vitet 80, ato 85-6 tash po zbulohet që kanë filluar ato embrionet e para të përkallën ndaj nesh, po ne vazhdimisht jemi sjellë mirë, jemi sjellë si duhet dhe po them falënderues që sjellë mirë njës edhe në fundit na ka dalë mirë, shikoj kur del mirë një proces. Nuk ja vlen të mirësh me ndonjë edhe gabim që ke bën dashta në të kaluarën, edhe në periudhën e lëvizjes pasore, dhe periudhën e luftës së rezistencës. Po totali vlen. Epilogu vlen, epilogu ka qenë i mrekullueshëm, edhe në 99-ën edhe 2008-ën.